lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Genc Malushaj. Mirëmbrëma të nderuar shikues, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Rinisin përplasjet për demarkacionin, me gjithë kundërshtit, marrëveshja për kufirin do të procedohet në Kuvend. Lajm pozitiv për liberalizimin e vizave, Komiteti për Politikë të Jashtme i Parlamentit Evropian i jep vizë liberalizimit. Dëshmitarët e mbrojtur nuk mbrohen ashtu si duhet, 27 nga ta pretendohet se u ekzekutuan pas luftës. Shkatrohen mbi 2000 armët ilegale të kalibrave të ndryshëm janë konfiskuar nga policia për gjatë vitit. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli ka paralajmëruar se shumë shpejt në Kuvend qeveria do ta procedojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Pikërisht çështja e demarkacionit ka prodhuar polemika të mëdha mes tij dhe kryetarit të vetëvendosjes Visari Meri. Ndërkohë në seancën e sotme, deputeti Shpejtim Bulliqi ka kërkuar që të organizohet një tryezë me ekspert për punën e kufirit. Një kërkesë e deputetit Shpejtim Bulliqi drejtuar kryetarit të Kuvendit Kadri Veseli për të organizuar një tryezë me ekspert të gjeodezisë dhe me antar të komisionit qeveritar i cili e ka bërë demarkimin e kufirit me Malin e Zi, është bërë shkas që për demarkacionin të polemizojnë gjatë kryetari i Kuvendit Kadri Veseli dhe kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visari Meri. Në fakt, profesori universitar i cili tashmë sa muaj po pretendon se Kosova humbet territor në bazë të kësaj marrëveshje, kërkoi nga Veseli që të përdor autoritetin si kryetari i Kuvendit për organizimin e një tryeze pikërisht për çështjen e demarkacionit. Konsiderojmë se në këtë takim do të analizohen të gjitha faktet e dërtanishme dhe do të gjendet solucioni i zgjedhjes së këtij problemi. Veseli, duke ju përgjigjur kërkesës së Bulliqit, tha se për të ndërmarrë një iniciativë e tillë duhet të ketë një kërkesë me shkrim. Megjithatë, ai bëri me dije se demarkacioni shpejt do të procedohet për Kuvend. Besoj javën e ardhshme, ditën e parë do ta shpërndaj të gjithë deputet, 120 deputet, siç e kam unë, edhe në njëjtën kohë e marrëm atë material nëse ka kërkesë zyrtare, le të jetë protokolluar zyrtarisht, ne e mbajmë tryezën në sallën alternative. E gjatë kohës kur Veseli po fliste, deputetët e vetëvendosjes shprehnin pakënaqësi. Ai pati edhe një sër vlerësimesh jo fort të mira për vetëvendosjen. Vetëm për futnin qërë sokak për qëllime politike se bashkë nuk ju intereson demarkacioni. Heq. Po veç Hashim Thaçi, Kadri Veseli, sa Mustafa, edhe ju e keni zbulu Kosovën, ju e keni shliru Kosovën, ju do t'jeni me Kosovën. I menjëhershëm ishte reagimi kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Visari Meri. Pra këta e dëmtojnë Kosovën jo prej padijes. Këta e dëmtojnë Kosovën për shkak të interesit personal për këtë çështje. Sepse është shumë e qartë, kushdo që i ka lexuar dokumentet e ndryshme, raportet e ndryshme që janë bërë, vlerësimet nga ekspertë të ndryshëm, e kupton shumë lehtë se në çfarë mënyre është dëmtuar Republika e Kosovës me këtë marrëveshje për demarkacion. Meri i kërkoi Veseli që të mos e keq përdor postin e kryetarit për të sulmuar deputetët e opozitës. Mos e keq përdor ulsën e kryetarit Kuvendit me i sulmu deputetët. Nëse do më ballafaqu, dilte foltorja ballafaqohemi si deputet. Veseli nga foltorja e Kuvendit akuzoi vetëvendosjen se nuk po i lejojnë partnerët e koalicionit që të flasin. Ti së bashku me gjithë kolegë, duhet mi ditë si s'muni me na ndalë. As me zorë s'muni me na ndalë. Mos na bënin pozicion të rëndë. Lena të flasëm njerëzish, lena se jena zgjedhur sikur se jo. Çështja e strukturave paralele nxiti polemika mes deputetit Ismail Kurteshi dhe ministrës për dialog Edita Tahiri. Zoti Kurteshi, lejo le të flas, nuk jeti i ceca këtan. Po vazhdoj po pomdhimet. Ismaili bre ka qenë demokrat për para pomdhimet. Krejt ky debat dhe këto polemika u zhvillua në seancën e sotme në pikën deklarime jashtë rendit të ditës. Ndërkohë, Kuvendi i Kosovës gjatë njëjtës seance ka mbështetur propozimin e qeverisë për rishikimin e buxhetit për vitin 2016. Kundër këtij rishikimi ishin deputetët e lëvizjes vetëvendosje. Deputetët i kanë miratuar edhe disa projektligje, përsa kohë që Shukri Buja dhe Driton Çaushi kanë dhënë betimin si deputet të rinj.
Me 52 vota pro, 2 kundër dhe 8 abstenime, kuvendi ka dhënë dritën jeshile plotësimit dhe ndryshimit të ligjit për buxhetin e Kosovës për vitin 2016. Duke prezantuar projekt ligjin në fjalë, Ministri i Financave Avdullah Hoti tha se rishikimi i buxhetit në masë të madhe reflekton politikat qeverisëse për ruajtjen e paras publike. Ai bëri me dije se buxheti për këtë vit do të jetë 1 miliard dhe 653 milion euro dhe i njëjti është i dakorduar edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Në këtë rishikim, ne kemi rritur parashikimin e të hyrave të përgjithshme për 33 milion euro për shkak të performancës më të mirë të hyrave buxhetore. Në linjë me zotimin tonë për të kursyer aty ku mundemi, ne kemi propozuar kursime në mallra dhe shërbime prej 5 milion euro vetëm në organizatat buxhetore qendrore, pra në ministri, jo në komuna dhe jo në organizatat të pavarura. Hoti u zëtua se qeveria ku ai bën pjesë do të kujdeset që paraja publike të shpenzohet në mënyrë sa më racionale në bazë të ligjit. Vlerësim krejt ndryshe sa i përket rishikimit të buxhetit paraqiten deputetët e lëvizjes vetëvendosje. Deputetja Shqipe Pantina akuzoi qeverinë se ka bërë planifikim të dobët të buxhetit, duke shtuar se shqyrtimi i projekt ligjit në komisionet përkatëse është bërë shkelë shkop. Komisionit për buxhet dhe financa i është dhënë 1 orë kohë për të shqyrtuar një buxhet, një projekt ligj i cili i ka 400 faqe. Tha kjo flet më së miri se sa serioze është kjo qeveri dhe sa seriozisht ky koalicion qeverisës e konsideron mënyrën e shpenzimit të paras publike, ku ligjin më të rëndësishëm e kalon për më pak se 24 orë dhe atë me procedurë shkeleshko. Fjalë të mira për projekt ligjin e prezantuar nga Avdullah Hoti pati deputeti Muhamet Mustafa. Mendoj se është rrethon pozitive që ne sot po japëm vizën e leximin e parë, një rishikimit buxhetit që do thot rritje tona buxhetore për 33 milion krahasim me planifikimin fillim vitit ose 165 milion krahasim me buxhetin e vitit kaluar. Ndërsa deputeti Recep Selimi tha se qeveria në njërin anë po proklamon një listë të ri për ushtrinë e Kosovës, e në anën tjetër nuk ka ndarë mjete për këtë forcë. Prandaj këto lojë nuk duhet bëshin as tashetutje siç janë bërë më herët, dhe edhe herë duhet thras qeverinë që të mos manipulojë me këto dy çështje shumë të rëndësishme, siç është siguria, pra ushtria e Kosovës dhe po ashtu e kaluara jon veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Me këtë rishikim të buxhetit është rritur parashikimi i buxhetit total për 33 milion, po ashtu sipas rishikimit të buxhetit, veteranëve do të ndahen 7 milion euro. Në seancën e sotme janë betuar edhe 2 deputetë të rinj. Bëhet fjalë për Shukri Bujen nga PDK dhe Driton Çaushin nga Lëvizja Vetëvendosje. Një vendim pozitiv për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës është marrë sot në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Ky vendim është mirëpritur nga presidenti Thaçi, i cili nuk ka nguruar të cilësojë atë edhe si vendim historik për Kosovën. Komiteti për Politikë të Jashtme i Parlamentit Evropian ka miratuar propozimin për liberalizim të vizave për Kosovën. Ka qenë Ulrike Lunacek, raportuese për Kosovën në PE, e cila përmes një postimi në Twitter ka deklaruar votimin. Ajo është shprehur gëzuar për miratimin e propozimit për Kosovën dhe ka thënë tash politikanët kosovar duhet të veprojnë. I menjëhershëm ka qenë reagimi i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Ai e ka cilësuar miratimin e propozimit për liberalizimin e vizave nga Komisioni për Politikë të Jashtme i Parlamentit Evropian si moment historik për Kosovën. Thaçi përmes një postimi në Facebook ka falenderuar eurodeputetët për angazhimin aktiv dhe vlerësimin real të arriturave tona. Njëjtë si Lunacek, edhe ai ka thënë se tash radhën për të vepruar e kanë politikanët kosovar. Tani është radha që pavonisht të veprojmë dhe të marrim vendimet ne si Kosovë. E ardhmja evropiane është e vetmja alternativë për Kosovën, ka shkruar Thaçi. Nga ana tjetër edhe ministri për integrime evropiane, Bekim Çollaku, ka shprehur kënaqësinë e tij për votimin pozitiv. Ky është një tjetër hap i rëndësishëm në kuadër të procedurave të vendimarrjes dhe ndihmon në miratimin e vendimit për liberalizimin nga pjesa tjetër e Parlamentit Evropian. Në të njëjtën kohë besoj se nga ana jon kjo do të kuptohet si një shenjë e mirëbesimit nga Parlamenti Evropian që të kryejmë obligimin e vetëm të mbetur, ka deklaruar Çollaku. Qytetarët e Kosovës sipas tij meritojnë të udhtojnë pa viza dhe eurodeputetët e Parlamentit Evropian i kanë dhënë një shtyrje përpara të rëndësishme sot këtij procesi. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka njoftuar se ka zhvilluar një bisedë telefonike me raportuesen për Kosovë Tanja Fajon.
me që rast ka biseduar për përmbylljen sa më të shpejtë të procesit të liberalizimit të vizave. Unë përsërita qëndrimin tem që ky proces duhet të përfundojë sa më shpejt, i sigur që interesat e qytetarëve të Kosovës do të mbizotrojnë mbi agenda tjera, ka shkruar Veseli. Ai ka thënë se gatishmërinë për të ndihmuar në këtë proces se ka shprehur edhe Fajon. Zonja Fajon përsëriti gatishmërinë e saj për të ndihmuar në ballafaqimin me sfidat që janë paranesh. Shfryzova rastin të falenderoj Parlamentin Evropian për miratimin e propozimit për liberalizimin e vizave nga Komisioni për Politikë të Jashtme, ka përfunduar Veseli. Institucionet tona edhe interesin e qytetarëve tonë. Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka ofruar asnjëherë plan programe adekuate për zbatimin e duhur të ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve. Për shkak të kërcënimeve apo friksimeve, por edhe ekzekutimit të dëshmitarëve potencial, ata shpeshherë kanë refuzuar të tregojnë atë që dinë. Sipas të dhënave jo zyrtare, 27 dëshmitarë të mbrojtur janë ekzekutuar që nga pas lufta. Ligji u garanton dëshmitarëve të mbrojtur ndryshim të identitetit, ndryshim të vendbanimit, marrje të dokumenteve të rreme dhe mbrojtje të përkohshme të identitetit, por për shkak të kërcënimeve, friksimeve, por edhe ekzekutimit të dëshmitarëve potencial, ata shpeshherë kanë refuzuar të tregojnë atë që dinë. Për vitin 2015, jo zyrtarisht u tha se janë shpenzuar jo më pak se 7 milion euro për këtë proces, por Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka dhënë detaje për zbatimin e ndonjë programi të mbrojtjes së dëshmitarëve për këtë vit. Ndonse Tribuna Channel ka provuar për disa ditë të marrë të paktën një konfirmim zyrtar për këtë çështje. Mosplasimin e informatave në publik e arsyeton Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Nuk mund të bëhet publik as buxheti që ndahet për çështjen e dëshmitarëve dhe nuk mund të bëhen publike programet të cilat ofrohen për mbrojtjen e këtyre dëshmitarëve. Në të kaluarën ka ndodhur që janë bërë publike dhe kjo është vërtet një prej mund të them ashtu budallakinave që kanë ndodhur nga ana e institucioneve të Republikës së Kosovës. Por Musliu thotë se çështja e trajtimit të dëshmitarëve nuk është marrë seriozisht nga institucionet vendore e as ato ndërkombëtare si EULEX e UNMIK. Madje sipas tij asnjëherë nuk është paraqitur një plan program që ofron siguri dhe beneficione të mjaftueshme për të gjithë ata që dëshirojnë t'i ofrohen me dëshmi sistemit të drejtësisë. Në rastet kur kanë ofruar dëshmitë të tyre në sistemin e drejtësisë, jo që nuk kanë arritur që të mbrohen vetë dhe familjet e tyre, por janë rrezikuar në raste të caktuara edhe ka pas ndoshta vrasje dhe në raste të caktuara ka pas pra kërcënime të formave të ndryshme ndaj tyre, të cilët thjesht janë bërë pishman në çfarëdo forme që i kanë ofruar dëshmi sistemit drejtësisë. Se dëshmia u ka kushtuar me jetë dëshmitarëve, thotë edhe Ismet Saliu, ekspert i çështjeve të drejtësisë. Ai thotë se në bazë të disa të dhënave jo zyrtare, prej pastusës deri më tani janë vrarë 27 dëshmitar në rrethana misterioze. Në prokurorinë e shtetit thonë se masat mbrojtëse mund të zbatohen para, gjatë dhe pas procedurës penale për personat e rrezikuar në lidhje me hetimet për veprën penale, për të cilën me ligj parashihet dënim me 5 ose më shumë vite burgim. Në një intervistë për mediat serbe, zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović ka thënë se dyshimet për varrezë masive të Kisha Ortodokse serbe në oborin e Universitetit të Prishtinës nuk kanë qëllim të sinqertë. Sipas tij, punimet në këtë kishë duhet të përfundojnë e jo të gërmohet aty. Zëvendës kryeministrit të Kosovës Branimir Stojanović nuk po i pëlqen vendimi organeve gjyqësore që të gërmohet afër Kishës Ortodokse serbe në Prishtinë për të shikuar nëse ka varrezë masive apo jo. Në një intervistë për mediat serbe ai ka deklaruar se dyshimet për varrezë masive në afërsitë të Kishës Ortodokse serbe Shën Nikolla në kompleksin e Universitetit të Prishtinës nuk kanë qëllim të sinqertë zbardhjen e fatit të zhdukurve. Ai tha se përfaqësuesit serb nuk kanë asgjë kundër që ky lokacion të ulëmtohet, por nuk është i bindur në siç e quan ai qëllimin e mirë. Nuk jam shumë i bindur dhe nuk më duket i sinqert qëllimi që të gjendet një varrezë masive ose çfarëdo varreze. Kjo është pjesë e shfaqjes me të cilën duhet që Kisha Ortodokse të politizohet. Punimet në këtë tempull do të përfundojnë. Stojanović ka theksuar se ata që pohojnë për varrezë masive duhet të ofrojnë edhe disa dëshmi të tjera, por edhe të përkrahet iniciativa që t'i vihet pikë çështjes së tempullit. Informacioni për varrezë masive në këtë pjesë ka ardhur mjekësisë ligjore 17 vjet pas luftës në Kosovë. Pas kësaj, pjesa të Kisha dhe një pjesë të rektorati menjëherë është inspektuar nga njësitë për krime lufte në policinë e Kosovës. Deri më tani gërmimet në këtë hapësirë ishin shtyrë për shkak të statusit të EULEX-it.
Tribuna Channel ka provuar të kontaktoj mjekun ligjor Arsim Gërxhaliun për të kuptuar nëse këtë të mërkur është takuar me kolegët e Uleksit për të marrë një vendim siç kishte konfirmuar për televizionin, por kontakti me të ka qenë i pamundur gjatë ditës. Këshilli Prokuroriali i Kosovës ka vendosur që mes datave 1 tetor dhe 1 nëntor të nënshkruaj kontratën për marrjen me qira të objektit për gjykatën themelore në veri të Mitrovicës. Procedurat për këtë gjë janë vendosur në dialogun Kosovë-Serbi. Në sajet të dakordimit të palëve dialoguse Kosovë-Serbi, Këshilli Prokurorial ka marrë vendim që në mes të muajit tetor dhe nëntor të nënshkruajnë kontratën e qiras për objektin e gjykatës themelore në veri të Mitrovicës. Kryesuesi i Këshillit Prokurorial Blerimi Sufaj tha se ky vendim duhet marrë sa më shpejt në mënyrë që të vazhdohet puna. Sipas tij, palët janë dakorduar për detajet sipas marrëveshjes në Bruksel. Me qëllim përgatitjes së fillimit të punës në Prokurinë Themelore në Mitrovicë, unë dhe drejtori sekretariat kemi marrë disa veprime dhe po ashtu nga qeveria është siguruar buxheti adekuat për pagesën e qiras dhe blerjen e pajisjeve. Megjithatë, ajo për çka desha të diskutojmë ne sot, këtu është nevoja mbështetjes nga Këshilli këtij procesi mjaft të ndjeshëm, përkatësisht dëshiroj të kemi pajtimin tuaj për përgatitjen e kushteve dhe nënshkrimin e kontratës së qiras në mënyrë që sa më parë të fillojë puna në Prokurinë Themelore në Mitrovicë. Por kryeprokurori Lumezi ka propozuar që kontrata të shtyhet deri me 1 nëntor për shkak të kompletimit të stafit të prokurorëve. Po si duket nuk jemi shumë afër përfundimit të këtij procesi. Kemi përgjedhjen e një numri të prokurorëve, 15 prokurorëve dhe stafit mbështetës, kështu që ndoshta kishte më qenë mirë jo për një nëntorit, po për një nëntorit të nënshkruhet kontrata me qiratënsin, të kursejmë një muj, për arsye se unë besoj që shumë shtirë ka me qenë që na me qenë funksional deri me një nëntor dhe me fillu punën atje në Prokurinë Themelore të Mitrovicës. Ky vendim u miratua me vota unanime. Në mbledhjen e 118 të Këshillit Prokurorial u miratua edhe leja për të vazhduar studimet master në Amerikë për prokurorët Enver Krasniqi, Shkelzen Ibrahimi dhe Rafet Rahimi. Po ashtu në këtë mbledhje u miratua udhëzimi administrativ për përcaktimin e shpenzimeve të reprezentacionit. Bahri Hyseni, antar i Këshillit Prokurorial, tha se kjo është një vijë buxhetore që mbulon të gjitha shpenzimet për reprezentacionin. Shumat janë më të vogla në krahasim me hera të tjera dhe kjo sipas Hysenit është bërë në harmonizim të buxhetit. Pavarësisht pengesave që ja bën Kosovës, Serbia megjithatë do t'i hap kapitujt e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Kapitujt do të hapën zyrtarisht më 19 korrik në konferencën ndërqeveritare të BE-s dhe Serbisë. Për normalizim marrëdhëniesh, BE Serbisë i ka caktuar edhe hapjen e kapitullit 35 që ndërlidhet me Kosovën. Serbia ka shënuar një hap përpara antarësimit në Bashkimin Evropian. Ambasadorët e vendeve anëtare të BE-s kanë miratuar hapjen e kapitujve 23 dhe 24 të negociatave të para antarësimit me Serbinë. Kapitujt do të hapen zyrtarisht me 19 korrik në konferencën ndërqeveritare të BE-s dhe Serbisë. Vendet anëtare të BE-s kanë rënë dakord më 5 korrik që t'i hapin kapitujt e rinj të negociatave me Serbinë. Kroacia ka penguar një gjë të tillë duke kërkuar nga Serbia që me ndryshim të ligjeve të fuqizojë kompetencat rajonale të gjyqësorit mbi krimet e luftës, si dhe të garantoj përfaqësimin e pakicave kroate në parlament. E gjatë sejtës, përfaqësues të institucioneve në Serbi kanë marrë urime për arritjen e shtetit të tyre. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka zhvilluar takime me krerët e institucioneve ndërkombëtare në Serbi. Vučić është takuar me ambasadorin e SBA-s Kale Scott. Sipas zyrës së kryeministrit serb, Vučić dhe Scott kanë theksuar rëndësinë e ruajtjes së stabilitetit në rajon. I pari i qeverisë serbe ka garantuar ambasadorin amerikan se Serbia dëshiron të kontribuojë në këtë çështje. Për normalizim të marrëdhënieve, BE ka caktuar Serbisë dhe hapjen e një kapitulli, ati 35. Kryesuesja e ekipit negociator Tanja Mishević ka paralajmëruar hapjen e këtij kapitulli që ka të bëjë me Kosovën. Tribuna Channel ka kontaktuar me institucionet për politikë të jashtme dhe të zgjerimit të Bashkimit Evropian duke kërkuar sqarime nëse hapja e kapitujve në këtë periudhë është problem për negociatat me Kosovën, por nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Ndrojmë temë të informacionit. Mbi 2000 armë të zjarrit janë shkatruar sot në ditën ndërkombëtare të shkatrimit të armëve. Armët e shkatruara ishin konfiskuar në raste të ndryshme nga policia për gjatë vitit.
Këto armë të cilat sot po shkatrohen kanë qenë shkak që shumë persona të lëndohen madje edhe në parahingje familjare. Në ditën ndërkombëtare për shkatrimin e armëve janë shkatruar rreth 2382 armë të lehta dhe të vogla në Janjev, të cilat janë konfiskuar tek qytetarët e Kosovës. Zëvendës ministri i punëve të brendshme Valdet Hoxha tha se Kosova po i shkatron ato armë të cilat janë pa leje përderisa porositi që do festohet me zemër e jo me armë. Dëshiroj që t'ju bëj thirrje qytetarëve të Republikës Kosovës që mos t'i përdorin armë për të festuar, sepse çdo plumb i shkrepur i cili shkon në lartësi detyrimisht do të kthehet prapë dhe kjo padyshim që i bën rrezikim, i bën të paktën lëndim i rënd apo edhe shkaktim i pasojave fatale për të dashurit tanë, për familjarët tanë, për qytetarët e Republikës Kosovës. Prandaj të nderuar qytetarë, festoni me zemër dhe jo me armë. Aleksandra Rokasalvo, zëvendës përfaqësuese e UNDP-s, theksoi se armët nuk janë të siguruara dhe mund të jenë rrezik për çdo kënd. Sot kemi këtë numër të armëve që po shkatrojmë dhe kjo shifër është mjaft domethënëse, pasi që armët konsiderohen rrezik për shoqërinë, andaj po bëhet punë e madhe që këto armë po shkatrohen. Naim Regja, zëvendës drejtor në Policinë e Kosovës, deklaroi se Policia e Kosovës është në mbikëqyrje të kësaj pjese ku po shkatrohen këto armë. Ky vend është shumë i sigurt. Policia do të përkujdesen që fëmijët dhe të gjithë të paftuarit të mos afrohen vendit të ngjarjes së aktivitetit tonë. Policia e Kosovës vazhdimisht punon drejt zhvillimit të kapaciteteve të saj për të pasur sa më shumë sukses në konfiskimin e armëve të jashtëligjshme dhe do të jetë përkushtuar për të larguar mjetet e jashtëligjshme të dhunës nga duart e qytetarëve. Sepse kjo është elementi thelbësor që i kontribuon rendit, qetësisë dhe sigurisë publike në vend. Shkatrimi i armëve të vogla dhe të lehta është realizuar në kuadër të strategjisë të Kosovës për kontrollin e armëve dhe planit të veprimit nga Ministria e Punëve të Brendshme. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Bleran Stavileci ka paralajmëruar se në fund të këtij muaji do të jetë e gatshme strategjia 10-vjeçare e energjetikës. Këtë paralajmërim ai e ka bërë në panelin diskutues të organizuar nga KFOS-i dhe Instituti Reinvest me temën Një donkishotizëm modern. Pse nuk ka Kosova strategji afatgjate energjetike? Në fund të këtij muaji pritet që të kemi strategjinë e energjetikës, në të cilën do të përfshihen 7 alternativa për furnizimin me energji elektrike. E gjithë kjo strategji parashihet të ketë për bazë përballueshmërinë e tarifave apo çmimeve për konsumatorët. Kështu të paktën ka thënë Ministri i Zhvillimit Ekonomik Bleran Stavileci. Po do të mund ta bëja një parapagim të një garancioni për të ardhmen e përgjithshme të këtij sektori dhe të vendimeve që ne i marrim. Ne e kemi trasuar rrugën dhe ju them që në fund të këtij muaji do ta kemi strategji. Ua përmend edhe datën 29 korrik, sepse kështu kam thënë, dhe po ashtu edhe me investitorin amerikan e kemi caktuar datën 5 gusht për përmbylljen e marrëveshjeve komerciale. Luan Shllaku nga KFOS ka thënë se është bërë më shumë se një dekadë që të gjitha forcat tona politike garojnë për të treguar se e kanë zgjidhjen për problemin më të madh zhvillimor të vendit. Dhe ka po aq kohë që këto forca politike kur të vinë pushtet tregojnë një pafuqi të plot karshi kësaj sfide. Përfundimisht erdhëm në një pozicion kur ne të gjithë e pam që e kemi një vonesë të madhe dhe si me çdo vonesë tjera, edhe me këtë vonesë ndodhi ajo që ne nuk shohim se ku e ka fillimin dhe ku e ka fundin kjo punë. Ne nuk shohim ku e ka kryt kjo punë, ne shohim vetëm iniciativa ad hoc, ne shohim inercione dhe fundit gjithnjë më tepër bëhem të unt për energjinë e cila e lëshon pazarin poshtë. Për ta lëshuar pazarin poshtë do të thotë që jemi të gatshëm ken dot ta sjellim këtu, vetëm le të fillon le ta bën atë termocentral Kosova e Re apo Kosova C famoz sa më shpejt. Zëvendës shefi i sektorit për bashkëpunim i Komisionit Evropian Libor Shlag ka thënë se Kosova ka ambicie që t'i bashkohet tregut energjetik të Bashkimit Evropian. Kur shikoni gjendje në Evropë ka shumë opsione. Ne dëshirojmë të rrisim efikasitetin në mënyrë të trajtojmë mjedisin. Kjo mund të bëhet në mënyra të ndryshme, nuk duhet të harrojmë se sa kushton, por është më rëndësishme që Kosova të bëjë mendjen top dhe të ndjek një vizion kredibil.
Gjatë këtij diskutim paneli u tha se Kosovës i duhet një vizion apo një strategji afatgjate në sektorin energjetikës, si parakusht i vetëm dhe i domosdoshëm për të planifikuar këto investime miliardëshe në vend. Përfaqësues të cilët merren me aspekte të qeverisjes lokale në vend kanë kërkuar që të bëhet një rishikim i procesit të decentralizimit. Sipas tyre, kryetarët e komunave nuk janë të fortë të qeverisin si duhet, pasi që kompetencat e tyre janë vetëm në letër. Qeverisja lokale ka nevojë për reforma të vazhdueshme. Kryetarët e komunave të vendit janë të fortë vetëm në letra, përsa kohë që janë të dobët në aspektin funksional. Në fakt, janë 4 çështje të cilat duhet të rishikohen në mënyrë që qeverisja lokale të forcohet e që janë grandi për arsim, rishikimi i ndërmarrjeve publike, rishikimi i projekteve për investime dhe mbi të gjitha aspekti financiar i komunave. Këto ishin disa nga konkluzat që u nxorën në konferencën me temë Nevoja për rishikim të decentralizimit në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Qeverisje Lokale Besnik Tahiri ka theksuar se komunat e vendit kanë probleme sa i përket ushtrimit të kapaciteteve të tyre, pasi që sipas tij gjërat po mbesin vetëm në letër. Komunat po kanë vështirësi serioze të ushtrojnë detyrat dhe përgjegjësitë e tyre që i kanë në letër. Pse? Mungesa resurseve, mungesa financave, ligjet sektoriale të cilat po nënvlerësojnë punën në komunë, apo ma mirë me thonë, po ja marrin kompetencat, po ka dualizma. Ndërsa drejtori ekzekutiv i Institutit për Qeverisje Lokale në Londër, Jonathan Carrues, vuri në pat çështjen se decentralizimi nuk duhet t'i takojë vetëm pushtetit qendror, por më shumë atij lokal. Kemi nevojë për politika të cilat bazohen në kontekstin lokal. Ne kemi nevojë për fuqizim të nivelit lokal në mënyrë që njerëzit i marrin në dorë problemet. Në Kosovë, qeverisja lokale bazohet më shumë në politikat qendrore. Kurse zëvendës ministri i administrimit dhe pushtetit lokal Bajram Gecaj tha se shpreson që në fund të këtij 10 vjeçari, qeverisja lokale do të ndryshojë tërësisht dhe do të eliminonë të gjitha problemet. Një qeverisje lokale plotësisht të ndryshuar, pra një qeverisje lokale e cila do t'i adaptohet rrethanave dhe kushteve të tanishme dhe do t'i eliminojë në mundësinë sipas mundësive të eliminojë gjitha këto probleme të cilat i kemi hasë deri më tani. E kryetari i komunës së Shtimës, njëherët kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Naim Ismaili, theksoi që pushteti lokal ka nevojë për reforma. Për t'i ushtruar gjitha këto kompetenca nuk janë resurset e mjaftueshme, as njerëzore, as financiare. Sipas tij, këto reforma duhet të bëhen edhe në administratën publike. 2 drejtorët të përgjithshëm të policisë, ai i Kosovës Shpend Maxhuni dhe ai i Shqipërisë Haki Cako, nënshkruan procedurat e përbashkëta të kontrollit kufitar. Të dy ata ishin prezent në pikëkalimin kufitar në Vermic Morin, ku edhe vunë nënshkrimet në letër. Këto procedura janë bërë me qëllim që të thjeshtësojnë dhe të shpejtojnë kalimin e kufirit, duke zbatuar kontrollin në plot kufitar hyrje-dalje nga secila palë. Kjo do të bëhet duke vendosur kabinat të përbashkëta në dalje për palën kosovare në pikën kufitare Morin dhe për palën shqiptare në Vermic. Gjatë kalimit të kufirit do të zbatohen parimi i kontrollit kufitar në ndalje 2 kontrolle. Kjo procedurë pra lehtëson edhe shpejton kalimin e kufirit, por në të njëjtën kohë garanton sigurinë e kontrollin kufitar dhe zbaton standardet e kontrollit kufitar. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare. 110 emails Republikanët në Shtetet e Bashkuara kanë ftuar drejtorin e FBI-s, James Comey, të dëshmojë për përdorimin e email-it privat nga Hillary Clinton në kohën kur ka qenë sekretare shteti. Comey duhet të shpjegojë se pse ka rekomanduar që Clinton, kandidate demokrate për presidente, të mos ndiqet penalisht. Ai do të dëshmojë sot para Komitetit për mbikëqyrje dhe reformë qeveritare të udhëhequr nga republikani Jason Chaffetz. Comey ka thënë se Clinton ka qenë e pakujdesshme në trajtimin e informacioneve të ndjeshme, por se nuk mund të ngrihet pa di pasi nuk ka prova se ajo ka vepruar qëllimisht. Mbi 100 mesazhe të klasifikuara janë gjetur në serveret e emailit të Clinton, ka konfirmuar FBI. Sipas ligjit federal amerikan, korrespondenca zyrtarëve konsiderohet pronë qeveritare e Shteteve të Bashkuara.
Së paku një polic është vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur kur militantë të dyshuar islamik kanë sulmuar forcat e rendit, të cilat siguronin faljen e festës së Bajramit në veri të Bangladeshit mëngjesin e sotëm. Sulmi ka ndodhur në qarkun Kishoregajn, ku ishin të mbledhur mira besimtar musliman. Zëvendëshefi i policisë Tofazel Hosajn i ka thënë agjencisë AFP se sulmuesit fillimisht kanë hedhur bomba të vogla në drejtim të policisë dhe së më pas kanë sulmuar me hanxhar. Dhuna vjen pak ditë pasi militantët islamik kanë vrarë 20 veta në një restoran në kryeqytetin Dhaka të Bangladeshit. Përgjegjësinë për këtë sulm e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojeni webfaqen gazeta tribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.